Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush dasmën më të përfolur të ditëve të fundit, një ngjarje që në vend ka zënë një vend të rëndësishëm në medien shqiptare. Do të flasim për martesën e djalit të Josefina Topallit, një dasëm që përflitet se ka kushtuar plot 500.000 euro. Një dasëm që në fakt po na bën të gjithëve kureshtar të kuptojmë se çfarë ka ndodhur brenda asaj, ku ne si media kemi arritur të sigurojmë video nga ambienti, nga atmosfera dhe nga dasma. Pa marrë parasysh që ka qenë një dasëm VIP, pa marrë parasysh që ka qenë një dasëm shumë e kushtueshme, brenda kësaj dasme nuk janë lënë edhe këngët shkodrane. Josefina Topalli, siç duket dhe djali i saj, kanë preferuar që edhe pse në Itali dasma është realizuar të ketë këngë të mrekullueshme shqip, ku është kënduar, është festuar dhe është kremtuar. Dy fustane të bardha, dy fustane shumë të bukura, tepër të kushtueshme, me çmime maramëndse, kanë qenë fustane që Sindi, nusja Josefina Topallit, ka preferuar të veshën në natën e saj të martesës, dhe teksa po bëhet gati, po vë grimin përfundimtar për të zbritur në altarin e kuqve, për të hyrë në super restorantin luksos me një dekor të mrekullueshëm, me një dekor tepër të kushtuar, Sindi ka përzgjedhur këngën Hajde Hajde Nuse në Shkodër për të shoqëruar videon e saj në Instagram. Një dekor i mrekullueshëm, ashtu siç e tham, një dekor fantastik, ka qenë dekori i cili ka mbuluar resortin dhe restorantin ku është përzgjedhur që të bëhet kjo dasëm. Me një ambient tepër të ngrohtë, me drita shumë të ëmbla, Sindi ka qenë nusja e cila ka shkëlqyer ditën e djeshme në martesë me djalin e Josefina Topallit. Dasma e djalit të ish kryetares së Kuvendit, Josefina Topalli, dhe modeles prezantuese sportive Sindi Marina, ka qenë padyshim një nga eventet më të bujshme dhe më të komentuara të vitit. Çifti kurorëzoi dashurinë e tyre në një ceremoni të mbajtur në zemër të Romës, në një nga rezidencat më luksoze dhe më të shtrenjta të kryeqytetit italian, Villa Miani, një kështjell me arkitekturë të mrekullueshme dhe pamje panoramike mbi qytet. Sipas burimeve pranë organizatorëve, vetëm qiraja e kësaj ville për një natë kushton mbi 100.000 euro. Do me thënë, vetëm qiraja që është bërë dasma për vetëm një natë është mbi 100.000 euro pagesë qiraja në këtë vilë madhështore. Ndërsa me shpenzimet shtesë për dekorimin, menyn, akomodimin e qindra të ftuarve, muzikën dhe spektaklin argëtues, fatura totale e dasmës i ka kaluar shifrat e zakonshme, duke arritur në rreth 500.000 euro. Ky investim e shndroi ceremoninë në një festë që do të mbahet më gjatë në kujtesën e të pranishmive. Do me thënë, kjo dasëm e shumë përfolur, e shumë komentuar, ka kushtuar mbi 500.000 euro, do me thënë gjysëm milioni. Djali Josefinës ka paguar për dasmën e tij bashkë me Sindin. Do me thënë, thuhet, dhe sipas të gjithë organizatorëve të kësaj dasme, që kemi arritur të marrim sa më shumë informacione, vendi ku është përzgjedhur që të bëhej dasma, që të bëhej ceremonia, vetëm qiraja e një nate kushton mbi 100.000 euro dhe 500.000 euro është e gjithë dasma përfshirë menyn, akomodimin dhe gjithçka që kanë përzgjedhur në këtë dasëm, normalisht përfshirë edhe dy fustane të mrekullueshme të bardha të Sindi që ju vazhdoni të shikoni, por edhe veshjen të dhëndrit në këtë rast. Dasma nuk u kufizua vetëm në luksin dhe madhështinë e organizimit. Çifti pati edhe privilegjin të merrte bekimin e papës, një ngjarje që i dha peshë të veçantë ceremonisë dhe ktheu atë në një kujtim të përjetshëm. Në rrjetet sociale, Genar Topalli ndau emocionet e tij duke e cilësuar këtë ditë si fillimi i një kapitulli të ri të jetës, ku dashuria, besimi dhe përkushtimi do të jenë themeli i rrugtimit të tyre të përbashkët. Me Sindin pranë meje, thot Genari,
ndjem njeriu më me fat në botë, sepse kam gjetur shpirtin tim binjak edhe dashurinë e jetës time, shkruan ai në postimin e tij. Do me thënë, përpos gjithë këtij luksi të madh, përpos gjithë këtij investimi për këtë natë madhështore të Genar Topallit edhe Sindi Marinës, që çifti ka preferuar që dasmën e tyre ta shndrojnë në dasmën, le të themi, më të shtrenjtë në botë, edhe më të pagueshme dhe më të kushtueshme dhe më të përfolur, ato kanë përzgjedhur që bekimin e martesës së tyre ta bëj vetë Papa. Do të thënë, kanë patur shumë privilegje në këtë dasëm, një dasëm që në fakt nuk imagjinoheshte që do të ndodhen në popullin ton shqiptar. Me patjetër që në këtë eveniment nuk do të mungonin edhe të ftuarit VIP që kanë qenë të cilësuar, unë do t'i thoja, kanë qenë të veçantë, me thënë nuk ka patur shumë të ftuar VIP, ka patur shumë pak dhe ato siç duket kanë qenë miqtë, njerëzit më besnik të familjes Topalli. Dasma e Genar Topallit edhe Sindi Marinës u kthye në një arenë ku politika, arti edhe media shqiptare u bashkuan për të festuar dashurinë e çiftit. Në mesin e të ftuarve më të rëndësishëm u pan Argita Berisha dhe Flamur Noka, ndërsa prezantuesja Floriana Garo tërhoqi vëmendjen me paraqitjen e saj në një fustan të gjelbër të glamuros, duke e shoqëruar postimin e saj me takt vilës ku u zhvillua ceremonia. Në skenën artistike mes të ftuarve bini në sy emrat e njohur të muzikës si Manjolan Albani dhe Orgesa Zaimi. Do me thënë, dy artiste të cilave u ishte besuar dasma dhe çifti kishin përzgjedhur që t'ju këndojnë në ditën e tyre të veçantë, në ditën e tyre fantastike, ishte artistja e madhe Manjolan Albani dhe Orgesa Zaimi. Balerina Enada Hoxha dhe gazetari i kronikës Ros Eraldo Regjo, si dhe drejtori i programacionit në televizionin Klan Albert Dumani. Prania e këtyre personaliteteve e ngriti dasmën në një nivel edhe më të lartë, duke shndruar në një ngjarje kulturore dhe mondane të vërtet. Nga dekori rafinuar tek muzika e përzgjedhur me kujdes çdo detaj i kësaj dasme, dëshmonte një organizim të nivelit më të lartë. Vila Miani, e njohur për ambientet e saj mbreslënëse, i dha ngjarjes një dimension të veçantë, ku çdo moment ishte i menduar për të lënë gjurmë. Ushqimet e servuara ishin nga kuzhinat më të njohura të Italisë, ndërsa spektakli muzikor i shoqëruar nga performanca të veçanta krijoi një atmosferë festive deri në orët e vona. Do me thënë, kuzhina ishte përzgjedhur në mix në fakt, por më së shumti kanë qenë ushqime italiane, nga të gjitha informacionet që ne kemi arritur të sigurojmë deri më tani për këtë dasëm madhështore, ndërsa organizimi ka qenë me muaj të tërë. Thuhet që fustanet e Sindit kanë qenë tepër të kushtueshme, sidomos fustani i dytë që e ka veshur në ambientin ku është përzgjedhur që të bëhej ceremonia e festës, ka qenë tepër i rëndë dhe i tëri i mbuluar nga gur të argjent, apo i njohur si fenomen Swarovski. Do të thënë, ka patur shumë detaje të veçanta në fustanin e Sindit, por gjithashtu edhe në kostumin e vet dhëndrit. Shpenzimet maramëndse të dasmës nuk kanë kaluar normalisht pa vëmendje. Në rrjetet sociale një pjesë e opinionit publik ka reaguar duke e konsideruar ceremoninë si një shfaqje të luksit të tepërt. Madje edhe e vet Eva Murati ka hedhur akuzat drejt për drejta duke cilësuar një darsëm të ndërtuar mbi lekët të vjedhura nga parat publike. Të tjerët në të kundërtën e shohin si një ngjarje private ku familja Topalli kishte të drejtën të festonte me madhështi një moment kaq të rëndësishëm në jetën e tyre. Pavarësisht debatit, një gjë mbetet e sigurt: dasma e Genar Topallit dhe Sindi Marinës shënoi një prej ngjarjeve më luksoze dhe më të përfolura të viteve të fundit, me një kosto që i afroi €200.000.000, me të ftuar nga bota e politikës, artit, me një ceremoni të bekuar nga Papa dhe një organizim që sfidon standardet e zakonshme. Kjo dasëm do të kujtohet gjatë jo vetëm nga të pranishmit, por edhe nga opinioni publik shqiptar.